Ka gjë shumë të thjeshtë. Kur mlidheshim zakonisht nga periudha mas të korrave, shqirë më do thëmë pas tetorit. Po. Mas darkës lames që e kemi si ritual në Kosovë, që është edhe festë tetrore tani, që ka bëjë Ibrahim Rogova. Okej. Aty fillojnë najat e mramjeve. Kam pas fatin, baba jon ka qenë e ka luajtur çiftelin, ka qenë profesor i gjuhës, ka shkruajt, po e ka pas edhe çiftelin për merak. Dhe edhe dy gjemte aqës të mrekullueshëm, këngëtarë që këndonin qyshit vetë rapsoditë e vjetra, po jo vetëm ata kanë dashni, se s'ka veç rapsodi. Dhe po thuaj se tanë femnin e kem kalu kështu me rrëfime, me këngë, me tregime, me edhe nuk e dia njihni lojën e kapuçave, me shpotitje, po ashtu se ka, nuk është vetëm. E kam dëgjuar. Po. Por nuk mund të them që e njoh rrënjësisht. Dhe gjitha është atë është ku mlidheshin njerëzit para se me marr fjalën, duhet me ditë se çka kimi thënë, se nuk mirret fjala veç ashtu. Do të duhet tregosh diçka që i bën njerëzit jo vetëm kurioz, po që i bën me rrugtu dhe të gjithë ata njerëz, pleq, burra, edhe grasin, nga njerë edhe vajzat vinin. Të bënin me udhëtu. Të bënin me udhëtu, në imagjinat, dhe thellësisht aty e kam ndjej, si me thanë, atë vjen e parë teatrit. Vinin shfaqje. Ka qenë shfaqja e Molierit, do të thonë, ka qenë Kopraci. Okej. Mizantropin vërtet. Që patardo i teatrit Gjakovës ka pas luajtur fshat. Kemi pas edhe kineman. Dhe këto kanë qenë, si më thon, ato mbrezat e para. Andaj kjo është edhe ideja që me lindën janisëm që t'i sjellim mbrezat e para që ne kemi pasur si fëmijë nga trupet që kanë ardhur për rreth, që edhe ne t'ju kalojmë diçka brezit të ri. E vërtet. Jetoni të dy në Paris. Po, jetojmë në Paris, po midis Parisit dhe Shqipërisë. Dhe një kodre që kemi gjetur që ku jemi duke kaluar një pjesë të jetës tonë të mrekullueshme në fshatin Domën. Afër Kavajës. Afër Kavajës.